Arsimi profesional në Vlorë drejt optimizimit të tyre, ndërsa ka nisur tashmë edhe puna për korpusin e ri. Gentian Boçi, drejtori i shkollës industriale Pavarësia në Vlorë, ka theksuar se ky është një nga investimet më të rëndësishme në qytetin e Vlorës, ndërsa projekti parashikon ngritjen e disa godinave si për shkollat, ashtu edhe për akomodimin e nxënësve ku janë të përfshira të dyja shkollat aktuale të arsimit profesional, që padyshim do të ketë një ndikim në zhvillimin e arsimit. Shkollat profesionale janë drejt optimizimit. Në çdo qytet të Shqipërisë ka filluar optimizimi i shkollave profesionale. Optimizimi ka të bëjë me bashkimin e mjeteve financiare, intelektuale, në mënyrë që të jenë më mirë në shërbim të komunitetit dhe për një shfrytëzim më të mirë. Në këtë fazë ka qenë dhe shkollat e Vlorës, e cila për arsye të ndodhjes lartë të dy shkollave është shtyrë në afat, duke pasur gjithmonë parasysh që jemi në këto 4-5 vite fundit kemi punuar pikërisht për këtë projekt. Ky është një projekt që është më i madh në arsimin profesional, faktikisht në të gjithë shkollat e Shqipërisë, si ka 2-3 faza, do shtrihet në 4 vite. Pasi faza e parë është ndërtimi i një godine të re, të cila do akomodohen nxënësit e shkollës tregtare. Godina është me 4 kate, moderne, ka një godinë, si vazhdim i saj është një godinë tjetër e cila do bëj lidhjen e dy shkollave. Pasi fëmijët do hyjnë në një derë të përbashkët nga bulevardi kryesor dhe pastaj do shpërndahen sipas drejtimeve dhe profileve tyre. Po do ketë edhe një godinë të re të praktikave të shkollës tregtare, e cila është një godinë e konceptuar ndryshe, është një godinë rrethore me një diametër rreth 20 metra, domethënë 600 metra sipërfaqja e katit, 1200 metra sipërfaqja e katit, me 2 kate. Ku janë parashikuar përveç laboratorëve dhe vendeve të praktikës shkollës profesionale, janë përcaktuar edhe disa klasa mësimore në kuptimin që të jenë në rezervë të zgjarimit të mëvoshëm të arsimit profesional në qytetin e Vlorës. Kjo është vetëm faza e parë. Ne kemi bërë kërkesa dhe detajimin e kërkesave për rikonstruksionin total të shkollës aktuale industriale dhe njëkohësisht të bazës prodhuese dhe për mua me emergjente besoj se të parën do kalojnë bazën prodhuese, pasi ta fëmijët e shkollës industriale që punojnë jo vetëm për shkollën dhe jo vetëm për jetën e tyre, por edhe për qytetin, meritojnë kushte shumë të mira pasi janë të viteve 1970 ndërtesa. Projekti pritet të shkojë në rreth 4 vjet, ndërsa vlera e tij e parashikuar është rreth 10 milionë euro. Çka mund të thuhet se është një nga investimet më të mëdha me vlerë në arsimin profesional në vendin tonë? Sa vlera ka investimi dhe mund të themi që pas 4 vitesh do kemi një korpus të ri gjigant në Vlorë? Unë di të them vlerën totale të investimit në të gjitha fazat e shtrirjes është rreth 10 milionë euro dhe kjo është një investim i jashtëzakonshëm për qytetin e Vlorës, po sidomos për fëmijët e shkollave nëntëvjeçare, të cilët do kenë kushte shumë më të mira për profesionistë, po dhe inxhinierë në shkollën e lartë, në mënyrë që të kenë kushte më të mira, jo vetëm praktike, po edhe mësimdhënie. Jep dhe këtu do të bashkohen dy shkollat ajo industriale Pavarësia dhe tregtare, si do të funksionojë arsimi, do të bashkohen edhe stafi infuze, si do të funksionojë? Këto janë vendime të mëvonshme të ministrisë. Unë thash që shkollat janë drejt një optimizimi, po këto janë hapa që përcaktohen jo vetëm nga struktura e shkollës, që është apo s'është profesionale, por përcaktohen edhe nga shumë gjëra të tjera, siç janë godinat, kapacitetet dhe shumë gjëra të tjera, të cilat me mbarimin e investimit të parë, ndërtimit të këtyre godinave, do vendosin bashkë me Ministrinë përkatëse. Boçi është ndalur edhe tek zhvillimi i projektit, ku dhe korpusi i ri do të jetë i gjelbëruar dhe në shërbim edhe të komunitetit dhe moshave të reja, si dhe kanë qenë ambientet e shkollës industriale Pavarësia. Shkolla industriale ka rreth 13 vite që ka qenë hapur për qytetarët, duke funksionuar jo vetëm pas dite, po edhe para dite, si një vend ku njerëzit të moshave të ndryshme shplodheshin. Kjo gjë nuk ka për të ndryshuar me mbarimin e investimit. Shkolla do jetë prapë hapur qytetarët, por do ketë ambiente të tjera, të ndara, të dedikuara për mosha të ndryshme. Ne do mundohemi që brenda projektit të kemi mundësi të vëmë dhe punët tona apo dhe prodhimet e shkollës industriale në mënyrë që ambientet e reja të shkollës të jenë në funksion përsëri të qytetarëve. Dhe këtu duhet të ndalesha pikërisht ajo pjesë e gjelbër e shkollës, e cila në një pjesë e saj preket nga investimi. Nuk preket e gjitha, por preket vetëm një pjesë e saj. Kemi që nga dita e parë që është pallur firma fituese, komunikim të përditshëm me bashkinë dhe me sektorin e gjelbërimit të bashkisë, ku çdo bim e gjelbër e cila mund të rimbillet është nga punëtorët e bashkisë dhe tashmë ndodhen në fidanishën e qytetit. Kështu që çdo gjë e gjelbër ka shkuar në shërbim të komunitetit. Plus pastaj që dhe ambientet e reja të shkollës me mbarimin e investimit do jenë të gjitha të gjelbëruara dhe unë besoj se në fund të gjithë projektit të shkollës ne do kemi ambiente më të gjelbëruara, po edhe më të rregulluara dhe më të mira në shërbim të moshave të ndryshme të komunitetit. Korpusi i ri ka nisur tashmë të zbatojë në terren, ndërsa cilësohet mjaft i rëndësishëm për arsimin profesional dhe zhvillimin e tij.